Thot i dërguari i Allahut, kush breng në jetën e tij e ka ahiretin, Allahu do të vendos qetësinë dhe pasurinë në zemrën e tij. Dhe dunjaja këtij personit ka për t'i ardhur pas. Dhe nga dunjaja ai do të merr atë çfarë Allahu xhalla xhelalu ka përcaktuar. Dhe për çështjet e dunjas do të merret Allahu xhalla xhelalu dhe do t'ja rregulloj punët atij në formën më të mirë të mundshme. Por kush i përfiton këto mirësi, i dërguari i Zotit thot, kush breng dhe gajle ka ahiretin. Dhe po që se ne ndalemi, shohim historinë të kaluarën, pejgamberëve të Zotit, shohim sahabëve, shokëve të pejgamberit të Zotit. Ata breng dhe gajle kanë pas ahiretin, por se jeta e tyre ka qenë e qetë dhe e lumtur këtë dunjë. Prandaj do të gjejmë nga dietarët të cilët kanë thënë, në qoftë se armiqtë e Zotit do të ishin të informuar për rehatinë dhe lumturinë shpirtërore që e gëzojmë ne muslimanët, do të vinin dhe do të na e merrnin këtë me luftë, me shpata, për shkakun se kur besimtari ja beson çështjet e Zotit dhe kur Zoti ja rregullon çështjet besimtarit, a mund të ketë breng dhe hall mbrëmsinë dhe në zemrën e tij. Dhe krejt çfarë i duhet vëlla njeriu në dunjë është që të mundohet në jetën e tij të rregullojë raportet me Zotin e tij. Çfarë ndodh me njerëzit të cilët e kanë breng ahireti e dunjë? Vazhdon dhe thotë i dërguari i Zotit. Në momentin kur njeriu në jetën e tij brengt e tij e bën dunjan, Allahu xhalla xhelaluhu në sytë e tij do të mbjellë varfërinë. Dhe ky njeri gjithë jetën e tij friksuar ka për të jetuar. Dhe gjithë jetën e tij pa kënaqur ka për të qenë. Dhe më interesantja di çfarë është? Pavarësisht se dunjan e ka bërë breng, ai nuk do të arrijë nga dunjaja të merr më shumë se sa atë që e ka përcaktuar për rrezik Allahu xhalla xhelalu. Prandaj, për njerëzit të cilët i ka mashtruar dunjaja, duhet ta kenë të qartë një gjë. Gjithmonë duke u bazuar në librin e Zotit dhe në hadithet profetike të dërguarit të Zotit. Do me thënë, është e pamundshme në dunjë një njeri që është i dhënë pas dunjas shpëtoj nga 3 sprova. S'ka shansa teorike. Gjatë gjithë jetës së tij, këto sprova kanë për ta shoqëruar. E para, njeriu që është i lidhur me dunjan do të jetë i sprovuar që gjithë jetën e tij brengosur ka me jetuar. Brenga nuk ka për t'ju shkëputur për as edhe një çast dhe moment gjatë gjithë jetës së tij. E dyta, njeriu që është i lidhur pas dunjas do të jetë gjatë gjithë kohës i lodhur. Do të ndjejë një lodhje kjo e cilja nuk do t'i shkëputet gjatë gjithë jetës së tij. Dhe e treta, njeriu i cili është i lidhur me këtë dunjë, gjatë gjithë jetës së tij ka për qenë i pikëlluar.